Nëse çdo gjë shkon sipas parashikimeve, treni për udhëtarët do të rikthehet në 2030-ën nga Shkodra drejtori i Kurudhës Ergjys Vjerdo bëri me dije se fituesi i tenderit për linjën Hani-Hodzi Shkodër-Tiranë do të shpahet në vjesht. Nuk kemi ku shkojmë përpara pa kujtuar të kaluarën. Dhe unë jam shumë mirënjohës që juve i deni të pasurit një muze në të ardhmen, sot ne kemi marrë dhe në stafin i cili ka bashkëpunuar me ju tjetë prezent, domethënë, në të ardhmen kur të bëhet një muze i mirëfillt. Nuk ngelem asnjëherë mbrapa të falenderoj Bashkimin Evropian për kontributin që ka dhënë për ribërjen e kësaj kurudhe të vjetër me normat e reja evropiane. Unë do kalojmë nëpër korridoret TEN-T dhe ky korridori i veriut që lidh shtetin tonë me atë të Malit të Zi do lidhi korridorin e 8 me korridorin e 10 dhe ky stacion që ne themi me arkitekturë brutaliste, po nesër ai do jetë pjesë e konstruksionit të kësaj linje dhe do marrë vlera të jashtëzakonshme. Sipas atij timeline-it tonë të projekteve, se ne mësuar si inxhinierë kemi projekte për timeline. Sot jemi në pjesën e fundit të procedurës të tenderimit dhe shumë shpejt në vjeshtën e këtij viti do marrim vesh se kush do jetë fituesi bashkë me Bashkimin Evropian, ashtu si me IFI që janë EBRD dhe EIB. To vendosim se kush do jetë ai që do ta marrë në dorë të projektit i cili është gjys për gjys zgrand nga Bashkimi Evropian. Lidhja besoj dhe me shpresë plot që në vitin 2030 ne të kemi një linjë që lidh Tiranën me Shkodrën dhe me Malin e Zi. Deklarat do bëhen gjatë një aktiviteti ku stacioni i vjetër i trenit në Shkodër i hapi dyert për një eksperiencë unike me ekspozitin e kujtesës kolektive të pranishmit u bën pjesë e manovrave të makinistëve.